Ambasada amerikane reagon pas akuzave të Lallës, asnjë përpjekje për të na friksuar apo për të minuar reformën nuk do na pengojnë në luftën antikorrupsion. Meta thret Lallën dhe i kërkon sqarime për emrat në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, kushtetuesja letër ambasadës për revokimin e një vize. Presidenti Nishani mbledh Këshillin Kombëtar të Sigurisë për çështjen Balili, mungon Rama, marrin pjesë kryeprokurori, shefi Shish dhe disa ministra. Kongresmeni Rora Baher i kërkon presidentit serb të shqyrtojë ndryshimin e kufive në veri me shkëmbim territoresh. Vizion Plus siguron ekskluzivisht letrën. Shkupi gjen fajtori jashtë Maqedonisë për negociatat mbi qeverinë e re, politikanët e huaj ndezin zjarrin tek fqinjët për të mbuluar problemet e tyre. Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vizion Plus. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka reaguar pas akuzave të forta të prokurorit të përgjithshëm Adriatik Lalla ndaj diplomatit Donald Lu. Ambasada thekson se asnjë përpjekje për t'i friksuar apo për të minuar reformën në drejtësi nuk do ja dalë të pengojë suksesin e luftës kundër korrupsionit. Një ditë pas akuzave të prokurorit përgjithshëm Adriatik Lalla, ambasadori amerikan në Tiranë Donald Lu i ka bërë të qartë se asnjë përpjekje për të friksuar Washingtonin nuk do të funksionojë. Në një deklaratë postuar në rrjetet sociale, diplomati amerikan Lu ka premtuar se reforma në drejtësi nuk do të minohet e ajo do të luftojë si manipulimin politik, ashtu edhe korrupsionin në gjyqësor. Shtetet e Bashkuara kanë marrë një angazhim përpara popullit shqiptar për të monitoruar çdo hap të zbatimit të reformës në drejtësi. Asnjë përpjekje për të na friksuar apo për të minuar procesin e reformës nuk do të na pengojë që të sigurojmë që ajo do të jetë e suksesshme për të parandaluar manipulim politik dhe korrupsion në gjyqësor. Ky është një premtim. Javën e ardhshme mbri në Tiranë gjyqtarët e prokurorit amerikan dhe të Bashkimit Evropian, të cilët janë pjesë e operacionit ndërkombëtar të monitorimit e do të asistojnë procesin e vettingut. Sipas ligjit për rivlerësimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve, Adriatik Lalla, si prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë, i nënshtrohet i pari vettingut. Një ditë më parë, prokurori i përgjithshëm Lalla reagoi ashpër ndaj deklaratës së ambasadorit amerikan Lu, i cili akuzoi shefin e akuzës se për 18 muaj me radhë kishte punuar kundër reformës në drejtësi. Numri 1 i organit të akuzës e quajti qëndrimin një shantazh sorosian që nuk do të funksiononte në prokurorinë e përgjithshme. Por ai shkoi më tej duke akuzuar diplomatin e lartë amerikan se i kishte bërë presion për mbylljen e hetimeve për kompaninë e naftës Bankers Petroleum e se kishte ndërhyrë për interesa thellësisht personale. Kreu i Kuvendit Ilir Meta ka thirrur me urgjencë prokurorin e përgjithshëm Adriatik Lalla. I ka kërkuar shpjegime për paraqitjen e vetëm 3 emrave për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. Burime pranë kryeprokurorit thanë se Lalla ka sqaruar se ata ishin të vetmit që plotësonin kriteret ligjore. Një ditë pas përplasjes së ashpër me ambasadorin amerikan Donald Lu, prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla është thirrur në një takim nga kreu i Kuvendit Ilir Meta. Gjatë bisedës e cila zgjati 20 minuta mësohet se kreu i Kuvendit është informuar në detaje mbi çështjen e shortit hedhur për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. Burime pranë organit akuzës thanë se 3 emrat e përzgjedhur nga prokuroria ishin të vetmit që plotësonin kriteret kushtetuese dhe hedhja e emrave të tjerë do të përbënte shkelje të ligjit. Ndërkohë LSI nuk ka ende një qëndrim përfundimtar për përplasjen e fortë mes prokurorisë dhe ambasadës amerikane. Kreu i grupit parlamentar Luan Rama tha se kjo çështje është ende duke u diskutuar në institucionet më të larta të shtetit. Për sa kohë kjo çështje është trajtuar në mënyrë institucionale nga prokurori i përgjithshëm tek presidenti i Republikës, unë nuk kam asnjë koment për të bërë përveç se të pres se cili do të jetë reagimi shtetëror për këtë çështje. Te njëjtën kur prokurori Lalla u akuzua nga ambasadori amerikan për çështjen e shortit, diplomati Donald Lu theksoi se prokuroria në kundërshtim me ligjin kishte dërguar vetëm 3 emra e vetëm një prej tyre u zgjot në Këshillin e Emërimeve. Takimi i kësaj të premteje pasoi bisedën e zhvilluar një ditë më parë mes kryeprokurorit Lalla e presidentit Nishani, i cili kërkoi sqarime mbi konfliktin e fortë me ambasadën amerikane. Diplomati Donald Lu akuzoi Adriatik Lallën për pengim të reformës në drejtësi, ndërsa prokurori i përgjithshëm reagoi duke thënë se ambasadori po i bënte shantazh e se kishte ushtruar presion për interesa personale.
Besnik Meraj, gjyqtari që votoi kundër vetingut, është i vetmi antar i gjykatës kushtetuese, të cilit i është revokuar viza amerikane. Burime pranë kësaj gjykate bëjnë me dije se kushtetuesja i është drejtuar zyrtarisht ambasadës amerikane në Tiranë që të sqarojë çështjen e revokimit të vizës për gjyqtarin Meraj dhe për shkak të zhurmës që është krijuar në opinionin publik. Gjithashtu, gjykata kushtetuese ka sqaruar se asnjë antar tjetër i saj nuk ka probleme me vizën, duke hedhur poshtë zërat se viza amerikane i është revokuar gjyqtares Vitore Tusha dhe Gani Dizdarit. Të njëjtën, ambasada amerikane sqaroi se viza u është revokuar 23 magjistratëve, pa dhënë detaje për këtë çështje që ka dominuar debatin publik gjatë ditëve të fundit. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka zgjedhur heshtjen përballë konfliktit të ashpër mes ambasadorit amerikan Donald Lu dhe prokurorit të përgjithshëm Adriatik Llalla. Ai nuk ka pranuar të bëjë komente, por nga ana tjetër i dha të drejtë diplomatët amerikan për shqetësimin që ka ngritur për zgjedhjet. Opozita ka vendosur të qëndrojë jashtë përplasjes së fundit mes diplomatit amerikan Donald Lu e kreut të organit të akuzës Adriatik Llalla. Kryetari i PD-s Lulzim Basha ka preferuar të mos bëjë asnjë koment për këtë çështje, ndërsa ka nënvizuar alarmin e ngritur nga ambasadori amerikan Lu për vjedhjen e zgjedhjeve. Ka patur një shkëmbim akuzash, të cilat janë pa qarta për mua, mendoj që nuk është detyra ime të komentoj për to. Ajo që dua të them është që ditët e fundit shqetësimi ynë për zgjedhje lira dhe të ndershme është konfirmuar nga të gjithë aktorët, nga diplomatët e huaj, nga institucionet e drejtësisë, nga politikanët e huaj, natyrisht nga qytetarët shqiptar, dhe kjo është një kamban alarmi e cila na thret të gjithë shqiptarëve të ngrihemi bashkë për të mbrojtur votën e lirë. Kjo është thirrja që kam sot, të ngrihemi bashkë me 18 shkurt për të mbrojtur votën e lirë. Kjo deklaratë u bë pas një takimi me sipërmarrësit italian, të cilëve Basha u prezantoi programin ekonomik të PD-s, luftë ndaj korrupsionit, më pak burokraci e taksa të ulta. Taksa e shesht prej 9%. 9% për të ardhurat personale, 9% për fitimin korporativ dhe 9% për kontributin e sigurimeve shoqërore, si nga punëdhënësi, ashtu dhe nga punëmarrësi. Tatimi mbi dividendin do të zerohet. TVSH-ja do të ketë një shkallë vetëm tatimore, 15%. Përballë pyetjeve për problemin e drogës, Basha premtoi një qeveri me ministra të pakorruptuar. Dhe unë ju garantoj se kabineti im do të përbëhet nga burra dhe gra të tillë. Ministri im i brendshëm do të jetë një njeri me reputacion të pastër kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht, me kredenciale për të luftuar dhe shtypur krimin e organizuar pa pikë mëshire. Sipas Bashës, platforma ekonomike e Partisë Demokratike parashikon taksat më të ulta 26 vitet e fundit. E vizioni së djathtës është për një marrëdhënie me biznesin, ku të dy palët fitojnë, edhe shteti, edhe investitorët. Përplasja e prokurorit të përgjithshëm Adriatik Llalla me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri Donald Lu ka gjetur pasqyrime dhe në disa media të rëndësishme ndërkombëtare, siç është rasti Washington Post. Llalla akuzoi ambasadorin Lu për sulme krejtësisht jo diplomatike si edhe për përdorimin e shantazhit në lidhje me një kompani ndërkombëtare, theksohet në raportimin e prestigjioses amerikane për zhvillimet e fundit në Shqipëri. Vet Lu e akuzoi më herët kryeprokurorin se ka folur hapur kundër reformës gjyqësore dhe se ka shkelur kushtetutën duke përzgjedhur në mënyrë jo transparente vetëm 3 kandidatura për 3 poste në emër të prokurorisë për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, shkruan gazeta, e cila thekson se përplasja nisi që javën e kaluar kur disa gjyqtarë dhe prokuror ju refuzua viza në SBA për çështje korrupsioni dhe mes tyre ishte edhe vet kryeprokurori. Një tjetër shef policie provon prangat në duar. Gani Abazi u arrestua pas dyshimeve se dekonspiroi operacionet për kapjen e trafikantëve të drogës. Ashtu siç kishte paralemruar presidenti Bujar Nishani, ka mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare pas kërkesës së kreut të Kuvendit Ilir Meta për afro 2 orë në takimin ku mungoi kryeministri Edi Rama, ndërsa kanë marrë pjesë prokurori i përgjithshëm Llalla, shefi i Shishit Visho Ayazi dhe disa anëtar të kabinetit qeveritar, është diskutuar mbi punën e institucioneve që deri më tani kanë dështuar në arrestimin e Klement Balilit, i konsideruar si Escobari i Ballkanit.
Këshilli i Sigurisë Kombëtare diskutoi për afro 2 orë mbi çështjen Balili, e cila ka përplasur për majorancën me opozitën, por ka krijuar tensione edhe mes dy aleatëve në qeveri. Presidenti i Republikës Bujar Nishani mësohet se ka prezantuar kërkesën e kreut të kuvendit Ilir Meta për të shqyrtuar punën e organeve ligjzbatuese për arrestimin e të shumë kërkuarit për trafik droge Klement Balili, e cila deri më tani rezulton e dështuar. Në mbledhje mungoi kryeministri Edi Rama për shkak të vizitës zyrtare në Kosovë, ndërkohë që presidenca nuk ka pranuar që atë ta zëvendësojë zëvendës kryeministri Niko Peleshi. Në takimin e thirrur nga presidenti Nishani morën pjesë ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i shoqëruar nga drejtori i policisë së shtetit Haki Çako, ministri i mbrojtjes Mimi Kodheli, ai i financave Ahmetaj, i energjetikës Gjiknuri, ministri i jashtëm Bushati, ministri i sapo zgjedhur i drejtësisë Petrit Vasili, kreu i shërbimit informativ shtetëror Vishua Yazilika, si dhe kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare Spartak Braho. Në mbledhje është diskutuar përgjegjësia institucionale për mos arrestimin e Balilit, i konsideruar si Escobar i Ballkanit. Kreu i shtetit e mblodhi këshillin pas kërkesës së kreut të kuvendit Ilir Meta. Kryeparlamentari ka shpjeguar se kërkesën e bëri pasi në takimin që ka pasur me sekretarin e Departamentit Amerikan të Shtetit për luftën kundër trafikut të drogës dhe krimit të organizuar, i është kërkuar që çështjen Balili ta ngrijë në instancat më të larta shtetërore në Shqipëri. E sipas Metës, nuk ka institucion tjetër veç se Këshilli të Sigurisë Kombëtare ku mund të diskutohen çështje të tilla të mprekta. Kreu i Komitetit për Punët e Jashtme në Kongresin Amerikan, Dana Rora Baher, kërkon ndryshim të kufirit verior mes Kosovës dhe Serbisë. Në një letër dërguar presidentit serb Nikolić, që Vision Plus e disponon, kongresmeni amerikan mbështet shkëmbimin e territoreve për të shuar tensionet. Ai ka kritikuar ashpër edhe arrestimin e Ramush Haradinajt, gjë që mund të provokojë sipas tij shpërthimin e dhunës të pakontrollueshme në Ballkan. Përplasjet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë për çështjen e arrestimit të Haradinajt dhe atë të trenit sjellin sërish në vëmendje çështjen e shkëmbimit të kufive në veri, dhe këtë herë ky opsion hidhet në tryezë nga kryetari i Komitetit për Punë të Jashtme në Kongresin Amerikan, Dana Rora Baher. Kongresmeni ka dërguar një letër presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić, të cilën e disponon ekskluzivisht Vision Plus. Një tjetër shembull negativ së fundmi ishte edhe treni me shkrime provokuese që u nis drejt veriut të Kosovës. Në vend që të përpiqeni që të fusnin Kosovën në një luftë për sovranitetin e saj, në një zonë me shumicë popullsie serbe, të dyja palët duhet kërkojnë një ndryshim të kufirit verior, që ka dobi të ndërsjellët dhe do të rezultonte me më tepër serb në Serbi dhe me më tepër kosovar në Kosovë. Ky opsion është në dispozicion dhe nuk duhet të injorohet. Ligjvënësi amerikan i shpreh keqardhjen e tij presidentit serb Nikolić për arrestimin e Haradinajt me një mandat të vjetër 13 vjeçar. Përpjekja për të burgosur Haradinajin si kriminal lufte, pasi ai është shpallur 2 herë i pafajshëm nga gjykata ndërkombëtare për krime në ish Jugosllavi, është jo produktive dhe ngacmon një plagë të vjetër që po shkon drejt shërimit. Veprime të tilla akmarrëse e të paarsyeshme padyshim që do të minojnë përpjekjet për sigurimin dhe ruajtjen e paqes në Ballkan. Kongresmeni Rora Baher në mesazhin e fortë për kreun e shtetit serb jep alarmin se veprime të tilla mund të çojnë në hapjen e kutisë Pandorës dhe në një konflikt të ri në Ballkan. Kjo goditje ndaj një udhëheqësi të ushtrisë lirimtare të Kosovës mund edhe të hap rrugën për sulme të ngjashme ligjore ndaj udhëheqësve serb, të përfshirë në gjakderdhje dhe spastrim etnik gjatë konfliktit të shëmtuar dhe brutal që ka përfshirë Ballkanin pas rënies së Jugosllavisë. Përderisa po ndodhin veprime të tilla, shtohet mundësia e prishjes së rendit publik dhe madje për shpërthimin e dhunës në një shkallë të pakontrollueshme. Në vend të nxitjes së zjarreve të konfliktit, të gjitha palët në Ballkan duhet kërkojnë pajtim nga i cili do të përfitonte të rajoni. Kongresmeni Rora Baher njihet si një prej njerëzve që e ka përkrahur fort ndërhyrjen e NATO-s për shlirimin e Kosovës, duke ngritur zërin në Kongresin Amerikan në mbrojtje të kauzës shqiptare. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg po zhvillon një vizitë zyrtare në Kosovë, ku është takuar fillimisht me presidentin Hashim Thaçi e më pas me kryeministrin Isa Mustafa, me të cilin ka mbajtur edhe një konferencë të përbashkët për shtyp. Stoltenberg vjen në Prishtinë në kohën e tensioneve me Beogradin pas trenit të nisur në drejtim të Mitrovicës dhe bisedimeve të dështuara të nivelit të lartë në Bruksel. Zyrtari i lartë deklaroi se aleanca është në gatishmëri për çfarëdo situate, ndërsa bëri thirrje për uljen e tensioneve dhe gjetjen e gjuhës së përbashkët nëpërmjet bisedimeve, ndërsa kryeministri Mustafa e falenderoi zyrtarin e lartë të NATO-s për mbështetjen e vazhdueshme dhe të pakurthyer të aleancës.
Ndërsa negociatat për qeverinë e re në Maqedoni janë ende pa rezultat konkret, shkupi zyrtar fajson politikanët e vendeve fqinj. Deklarata e Ministrisë së Jashtme vëren se ata kërkojnë të ndezin zjarrin në Maqedoni për të hequr vëmendjen nga problemet e tyre. Ministria e Jashtme e Maqedonisë ka reaguar ndaj deklaratave të fundit të kryeministrit Rama të bëra në një intervistë televizive, duke apeluar që politikanët e vendeve fqinje duhet të merren me problemet e tyre dhe të mos ndërhyjnë në çështjet e brendshme. Politikanët nga vende fqinje që kërkojnë me këmbgulje të tërheqin vëmendjen nga problemet në vend, duke ndezur zjarrin tek fqinjet, janë në kundërshtim me vlerat europiane. Natyrisht që më tërheqëse është merren me vendet fqinje në kushtet kur e kanë të vështirë të merren me nevojat reale të qytetarëve në vendin e tyre. Megjithatë, për të gjithë do të jetë më mirë të përkushtohen reformat që janë shumë të nevojshme, përpara se të ndërrojnë për udhëheqjen dhe të krijojnë ndarje në rajon. Ministria e Jashtme nuk ka përmendur emra konkret, duke theksuar se nuk do të komentojë me detaje se kush është duke u përzier në çështjet e Maqedonisë, por duket sikur reagimi vjen menjëherë pas qëndrimeve të kryeministrit se politikanët shqiptar në Maqedoni nuk duhet të shiten më për ca poste e vetura, por duhet të mendojnë për interesat e shqiptarëve. Më herët edhe Ministria e Jashtme ruse kishte reaguar duke i bërë thirrje ndërkombëtarëve të mos përzieshin në çështjet e brendshme të Maqedonisë. Departamenti i Shtetit del në mbrojtje të ambasadorit amerikan në Maqedoni Jess Bailey. Deklarata që mbështet punën e diplomatit të lartë në Shkup bëhet një ditë pas një grup kongresmenësh kërkuan hetim dhe shkarkim të ambasadorit pasi ai pontiqte politikat e George Sorosit. Pas letrës së 6 kongresmenëve republikanë dërguar sekretarit të shtetit Tillerson, ku kërkoi shkarkimin e ambasadorit amerikan në Maqedoni Jess Bailey me pretekstin e politizimit të selisë diplomatike të Washingtonit, ka ardhur edhe reagimi zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit, që mbështet plotësisht kryediplomatin dhe rolin e tij. Zëdhënësi Mark Toner konfirmon se drejtimet e ambasadorit Bailey dhe ekipit të tij janë të punojmë në partneritet me autoritetet e Maqedonisë, por edhe me shoqërinë civile për përparim të politikës amerikane dhe qëllimeve të SBA-s. Departamenti Amerikan i Shtetit ka besim të plot në ambasadën e SBA-s dhe ambasadorin në Maqedoni, thuhet në reagim. Kongresmenët republikanë me nënkrye kryetarin e Komitetit të Helsinkit në SBA, Christopher Smith, e kanë akuzuar ndër të tjera Bailey se po punon në dobi të partive të veçanta politike dhe mbështet në mënyrë ilegale fondacionin Soros në Maqedoni. Sipas tyre, ambasadori kishte mbajtur anë në zgjedhje, duke cënuar rënd besueshmërinë e politikës së jashtme amerikane. Në mbështetjet e ambasadorit Bailey, një grup intelektualësh, profesorësh dhe diplomatësh në Maqedoni kanë përpiluar një letër që do t'ia drejtojnë Kongresit Amerikan dhe Departamentit të Shtetit. Një tjetër shef policie është arrestuar me urdhër të prokurorisë të krimeve të rënda për bashkëpunim me kultivuesit e drogës. Ai është Gani Abazdi, shef i specialistëve të zonave në Komisariatin e Policisë të Tepelenës. Arrestimi i Abazit u bë në të njëjtin operacion ku prangos edhe shefi i rendit në Vlorë, Haki Hasanbegaj. Nga hetimet e kryera dyshohet se shefat e policisë kanë dekonspiruar aksionet për kapjen e trafikantëve të kanabisit, duke bashkëpunuar me grupet kriminale të zonës. 2 aksione antidrog në Lezhë dhe Tepelen janë finalizuar me 3 arrestuar dhe me sekuestrimin e 54 kg kanabis. Në të 2 rastet, trafikantët o goditën teksa po tentonin të shisnin hashashin. 3 persona kanë rënë në pranga dhe 54 kg kanabis janë sekuestruar nga policia këtë të premte në 2 operacione në Lezhë dhe Tepelen. Aksioni koduar me emrin mjekull çoi në arrestimin e Xhevair Gjetës, 38 vjeç, dhe Aleksandër Gjetës, 47 vjeç, që të dy nga Lezhë. Atyre ju gjetën 20 kg kanabis. Ky është momenti kur policia vihet në ndjekje të poseduesve të drogës, sa po panë që policia ishte në ndjekje të tyre, trafikantët kanë braktisur thasët me drogë dhe kanë vrapuar. Por policia ka vijuar ndjekjet në autostradë duke bërë të mundur arrestimin e tyre. Operacioni antidrog liqeni në Tepelen ka quar në prangë nga Ervis Fejzon, 23 vjeç, nga kontrolli ushtruar në banesën e tij uniformat blu, gjetën dhe sekuestruar një sasi prej 34 kg kanabis si dhe një çifte. Numri i madh i aplikimeve për rivlerësimin e pasurisë ka diktuar nevojën e shtyrjes të afatit edhe për 3 muaj të tjerë. Në një intervistë për Vision Plus, kryeregjistruesi Lirian Muho thotë se peshën kryesore nga 27.000 aplikime në të gjithë vendin e mban Tirana. 5 muaj nuk kanë mjaftuar që qytetarët të rivlerësojnë pasuritë e tyre, ndaj ky proces do të shtyhet deri në fund të muajit maj, me qëllim përballimin e fluksit të aplikimeve. Bëhet fjalë për rivlerësimin me një tetim prej 2%. Kryeregjistruesi Lirian Muho në një intervistë për Vision Plus sqaron se në Tiranë
aplikimet arrin mesatarisht deri në 120 në ditë. Nga periudha e shtatorit deri në janar, janë 27.000 aplikime të dërguara në nivel republike, pra në të gjitha zyrat vendore, ku numri më të madh të aplikimeve zyra e Tiranës, cila përballon dhe fluksin më të madh të këtyre aplikimeve, por një fluks në rritje kanë pasur edhe zyrat të Durrësit, të Elbasanit, të Vlorës, dhe e krahasuar kjo me këtë proces të zhvilluar në vitet paraardhëse, fluksi është jashtëzakonisht i madh. Procedura është e thjeshtë dhe një aplikim mund të marrë 2 deri në 4 ditë kohë, por duke parë fluksin e interesimit të qytetarëve në zyrat e regjistrimit, u vendos shtyria e këtij afati. Duke qenë se ka shumë qytetarë të cilët ende nuk janë drejtuar zyrave tona për të përfituar nga kjo e drejtë e rëndësishme që u ka dhënë ligji, ne po kemi ndërmarrë iniciativën, pra Ministria e Financave në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë ka marrë iniciativën për të paraqitur Parlamentit një ndryshim në ligjin për rivlerësimin e pasurive për zgjatjen e këtij afati deri në datën 31 maj të këtij viti. Pra një afat prej 3 muajsh. Të gjithë qytetarët që kanë një pasuri nga e cila paguajnë 15% tatim fitimi të diferencës mes vlerës kur e kanë marrë këtë pasuri dhe asaj që ka sot tregu, tashmë duhet paguajnë vetëm 2%. Ky rivlerësim vlen kryesisht për ata që duan të shesin pasurinë dhe të shmangin pagesat e larta tatimi në shtet. Ministri Brendshëm ka përsëritur apelin drejtuar qytetarëve që ata të regjistrojnë adresat e banimit. Sipas Tajmir Tahirit, mungesa e të dhënave të sakta ka sjellë përpasojë në disa raste edhe humbjen e pronës në gjykatë. Mungesa e adresave të sakta është bërë shkak që qytetarët të humbasin dhe prona në procese gjyqësore. Kështu është shprehur ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri gjatë një takimi me drejtues të njësisë vendore në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës, ku trajtoi problematikën e mosregjistrimit të adresave. Ka një mori gjyqesh, dhe veçanërisht gjyqe civile, ku qytetarë humbin toka, humbin pronë. Akoma më shumë ata që nuk jetojnë jashtë Shqipërisë. Vetëm sepse në gjykatë bëhet filmi i zakonshëm nuk gjehet ku është. Ky filmi nuk gjehet ku është. Është gropa më e madhe ku bien prona në duart e lloj-lloj trafikanti të pasurisë. Dhe ky filmi duhet mbyllet. Dhe ky filmi i grabitësve të pasurisë mbyllet vetëm duke pasur mundësi për të pasur një adresë për një qytetar. Teksa theksoi rëndësinë që ka për shtetin dhe qytetarët procesi i regjistrimit, Tahiri përsëriti se do të merren masa ndëshkuese për qytetarët të cilët nuk deklarojnë vendbanimin e tyre të fundit në afatin e parashikuar. Bashkia nis zbatimin e projektit për linjën e re të ujësjellësit që do të përmirësojë furnizimin në Tiranë. Një tunel me gjatësi 2 kilometra do të shërbejë për kalimin e tubacioneve nga Shën Mëria deri në Lana Bregas. Një linjë e re ujësjellësi do të përmirësojë furnizimin me ujë në Tiranë. Bashkia ka nisur një nga investimet më të mëdha në këtë fushë për ndërtimin e një tuneli 2 kilometër të gjatë. Përmes tij do të mundësohet kalimi i tubacionit të ujit nga linja e Shën Mërisë në Lana Bregas për të hyrë më pas në kryeqytet. Për pak javë ne do të kemi ujin që vjen nga Shën Mëria direkt nëpërmjet këtij tuneli për të shkuar në Lana Bregas dhe për të furnizuar Tiranën. Kjo ka disa të mira. Spari i kursen kompanisë tonë që duhet menaxhuar në mënyrë nikoqire dhe me kujdes $2 milion në vit, të cilët shkonin si pagesa për energjinë elektrike që pomponin ujin nga Lugina në mal për të zbritur prapë pastaj në Lugin aty ku është Tirana. Duke çarë malin me 2 kilometra tunel, ne sigurohemi që kemi një linjë të re transmetimi dhe s'kemi humbje. Ky investim do të shtojë edhe ujin në hidrocentralin e Lana Bregasit, çka do të rrisë prodhimin e energjisë elektrike. Një pjesë e madhe e abuzimeve ose shpërdorimit të ujit në rrjet shkon direkt edhe në hidrocentralin e Lana Bregasit. Fitojmë më shumë ujë, fitojmë edhe më shumë energji. Kësaj kemi një kompani që del më rentabël dhe pastaj kjo na fuqizon financiarisht për të bërë dhe më shumë investime. Dua të ftoj gjithë qytetarët ta përdorin ujin me kujdes. Ne vërtetë kemi çmimin 2 herë më të lirë se Korça, 50% më të lirë se Durrësi, por kjo nuk është arsye që t'i bie me top. Krahas këtij investimi, bashkia që këtë vit do të shtojë me 30% kapacitetin e furnizimit me ujë në Tiranë edhe nga Bovilla.
Në 3 vitet e ardhshme do të rikonstruktohen dhe ndërtohen nga e para 150 shkolla. Fondi është pjesë e projektit 1 miliard euro i hartuar nga qeveria në bashkëpunim me privatin. Ai do t'i jap fund edhe mëstimit me turne. 56 milion euro kushton përmirësimi kushteve në shkolla dhe eliminimi mësimit me turne. Ky fond është vënë në dispozicion të arsimit nga programi qeverisë $1 Billion Project, i cili do të zbatohet në partneritet me kompanit private. Sipas një studimi të kryer nga Ministria e Arsimit, në të gjitha qarqet e vendit do të ketë ndërtime të reja shkollash dhe përmirësime të godinave aktuale. 150 shkolla janë parashikuar për të përfshirë në këtë projekt, ku 53 janë ndërtime të reja. 1.700 klasa përfitojnë nga këto rehabilitime dhe ndërtime të reja dhe 43.000 nxënës të arsimit parauniversitar dhe sigurisht dhe 1.500 mësues që do të zhvillojnë mësimin e tyre me nxënësit e tyre në kushte më të mira. Një nga objektivat tona është edhe eliminimi i mësimit me 2 turne dhe sigurisht ky projekt do të ndihmojë shumë në uljen e klasave dhe shkollave që zhvillojnë mësimin në 2 turna. Do të ndihmojë shumë për të realizuar objektivin që ka Ministria e Arsimit dhe Sportit për të ulur numrin e nxënësve në klasë, për ta çuar deri në 30 nxënës në klasë. Sipas hartës së detajuar, pjesën më të madhe të fondeve për infrastrukturën arsimore do ta marrë Tirana, e më pas qytete si Elbasani, Durrësi dhe Berati. Në kryeqytet është parashikuar ndërtimi 21 shkollave të reja dhe shumë ndërhyrje në përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese. Shkolla do të ndërtohen nga kompani private njërazi dhe brenda një kohe të shkurtër, ndërsa likudimi nga shteti përmes bankave do të shtrihet në vite. Teatri Operas dhe Baletit do ta zhvillojë aktivitetin në një ambient të ri deri në përfundimin e rikonstruksionit të godinës të vjetër. Artistët janë zhvendosur pranë Ministrisë të Kulturës, por ende nuk ka një kalendar artistik të përcaktuar. Teatri Operas dhe Baletit shpërngullet pranë Ministrisë së Kulturës. Inventarizimi i objekteve të ndodhur në këtë godinë të vjetër, ku për 60 vite nuk është ndërhyr, ka nisur prej disa kohësh, por 20 shkurti do t'i gjejë të gjitha trupat e këtij teatri në një tjetër hapësirë pranë Ministrisë së Kulturës në Kino Studio. Vetë ministra Kumbaro siguroi se artistët i kanë të gjitha ambientet gati për të nisur punën. Bëhet fjalë për 2 godina, njëra ish rekvizitat dhe tjetra ish institucioni Albafin. Konkretisht në qendrën e fëmijëve, 2 katet e sipërme ka filluar tashmë zhvendosja për të sistemuar ansamblin, ndërsa në godinën tjetër, katin e parë ose katin përdhe, i cili është rreth 570 metra katror, ku do të akomodohen orkestrat e kori. Në katin e dytë, ose në katin e parë, nëse të parë në quajmë përdhe, me një sipërfaqe tjetër prej 570 metra katror do të akomodohet salla e baletit, garderoba, salla e promovimeve, zyra, magazinim, arkiv dhe biblioteka e teatrit. Megjithatë, për publiku nuk ka ende gati një kalendar artistik me data dhe tituj të përcaktuar. Kalendarin me tituj eksakt unë do ta prezantoj me datë 21 shkurt. Pse me datë 21 shkurt? Deri më datë 20 shkurt ne kemi planifikuar të organizojmë më së miri dhe të ekzekutojmë zhvendosjen. Drejtoresha e këtij institucioni theksoi se gjithsesi në kalendarin e ri trupat do të performojnë në 3 programe. Opera turk, ku parashikohen shfaqje jo vetëm në disa rrethe, por edhe përtej kufive, opera histori, ku do të rikujtohen veprat e plurosura në fond, dhe opera open air, që do të nisë si program sapo klima të jetë e favorshme që trupat e artistëve të performojnë në ambiente të hapura. Ambasada amerikane reagon pas akuzave të Lallës, asnjë përpjekje për të na friksuar apo për të minuar reformën nuk do na pengojë në luftën antikorrupsion. Meta thret Lallën dhe i kërkon sqarime për emrat në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, kushtetuesja letër ambasadës për evokimin e një vize. Presidenti Nishani mbledh Këshillin Kombëtar të Sigurisë për çështjen Balili, mungon Rama, marrin pjesë kryeprokurori, shefi Shish dhe disa ministra. Kongresmeni Rora Baher i kërkon presidentit serb të shqyrtojë ndryshimin e kufive në veri me shkëmbim territoresh, Vision Plus siguron ekskluzivisht letrën. Shkupi gjen fajtor jashtë Maqedonisë për negociatat mbi qeverinë e re, politikanët e huaj ndezin zjarrin tek fqinjet për të mbuluar problemet e tyre.
Përfunduam këtu shikues të nderuar, por më shumë informacion në çdo moment të ditës ju gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit vizionplus.tv. Ndajemi këtu së bashku. Faleminderit për vëmendjen.